Të dielën në program janë ndeshjet e javës 23 që njëherë shënojnë dhe fillimin e rrethit të tretë dhe final të ndeshjeve kampionale. Në këtë xhiro, në program janë disa ndeshje të zjarrta, si për ekipet që luftojnë kreun, ashtu edhe për ekipet që luftojnë mbijetesën. Lideri në rënditjen tabelore e ekipi i Shkëndijës rrugëtimin për titullin e 5 tenis kundër ekipit të Pelisterit, por e keqja është se ekipi në këtë ndeshje vin pas debaklit që pësoi në përballjen me ekipin e Struga Trimlum. Megjithatë, nga tabori kuqezi janë të bindur se ndeshja në Strug kishte dobësi momentale dhe se në përballje me Pelisterin do të ketë një lojë krejt tjetër dhe suksesi nuk do të mungon në qasje. Well, we analyze every team that we are going to play. Ne analizojmë çdo ndeshje që duhet të përballemi. Në këtë ligë ju duhet të keni respekt për çdo skuadër, pa marrë parasysh se cila është. Ne nuk duhet të nënçmojmë asnjë skuadër në këtë ligë. Ndeshjen me Pelisterin e marrim njëjtë si çdo ndeshje tjetër, edhe pse jemi të bindur për të fituar këtë kampionat. Prandaj e marrim këtë ndeshje si çdo ndeshje tjetër me seriozitet të lartë. Shkojmë sikur kjo ndeshje të jetë finale e kupës apo ndeshje e fundit e sezonit. Jemi të përgatitur të japim 100% në fushë. Kampioni në fuqi Struga Trimlum e entuziazmuar pas fitores së të mërkurës në derbin Liçenas kundër Voska Sport, shpresojnë të vazhdojnë rrugëtimin e sukseseve. Normalisht na pret një ndeshje shumë e rëndësishme edhe nesër me Voskën. Vim pas një fitore të madhe kundër Shkëndijës së Tetovës. Atmosfera në ekip është shumë mirë, gjithë lojtarët vetë se kemi filluar të marrim atë pozitivitetin e ndeshjes së Shkëndijës dhe besoj shumë se me angazhimin e duhur dhe nëse hyjmë në lojë me qasjen se pikët do të mbesin në Strug, besoj shumë se do t'ja arrijmë fitoren. Një përballje interesante pritet të zhvillohet edhe në Çajir, aty ku përballet ekipi i Shkupit që ka 3 fitore dhe një humbje në sezonin pranveror kundër ekipit Besa të Dobërdollit dhe nuk mund të lëvdohet me ndonjë sukses, sidomos pas debaklit kundër Sileksit në Gostivar. Në ndeshjet tjera të javës 23 takohen Sileksi Vardari, Gostivari apo Brera, Rabotniçki Tikveshi. Të gjitha ndeshjet zhvillohen nesër me fillim në ora 14.